Nuk janë të pakta pyetjet, nuk janë të pakta as sugjerimet e shumë prej shqiptarëve kudo që ndodhen, që na shkruajnë, na takojnë, debatojnë me neve, flas me mu të parin si kryetari i nismës qendro dhe bashkë me stafin tim që operon në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malizi, Serbi, Kroaci, që bashkë veprojnë me qëllimin e vetëm që të përbashkojnë sa më shumë zemra drejt kandilit ndriques, drejt nurit të qive të tokës, drejt Kur'anit familart, të cilat pyetje na drejtohen përse nuk e formut parti politike. Sinqerisht, më bëjnë të ndihem ngusht, po më bëjnë të ndihem edhe i lumtur për shkak se kena arrit, ose më mirë me thonë, na ka mundësu Zoti që të na besoj njerëzit, na ka mundësu Zoti që të na du njerëzit dhe të ndihen rehat me neve, të ndihen sigurt me neve. Mirë po, u a tham nga thellësia e shpirtit, me pak fjalë dhe shumë dashuri ndaj jush, absolutisht, se nisma qendro nuk ja lejon vetes të ngushtoj horizontin e saj në një parti politike. Pse? Sepse misioni jonë është që të përbashkojmë zemra, o të dashurit e shpirtit tim për jetë madhit Zot. Misioni ynë është të shëmbët çdo lloj ndarje mes njerëzve. Qoftë ajo kulturore, qoftë ajo ideologjike, qoftë ajo fetare, qoftë ajo gjeografike, të shëmbën ndarje, do të thotë që të përbashkojmë zemra, të ngrejmë urat e bashkëveprimit dhe bashkëpunimit dhe të kontribojmë në mirëqenjen e popujve, jo vetëm një populli, po të shumë popujve, në mënyrë që ku të kultivohet mënyrën sa më dashurisht, ky mesazh i bashkimit të zemrave, besomni të dashurit e shpirtit tim për hir të madhit Zot, do jetë një jetë e lumtur dhe do gjej veten secili në mesin e një X shoqërie tjetër, flas një X populli tjetër. Pra kur neve, me malazezet, me maqedonët, me greket, me serbet, me kroatët, të shëmbim muret e urrejtjes dhe të ngrejmë urat e bashkëveprimit, bashkëpunimit, absolutisht, o të dashurit e shpirtit tim, do jetë një jetë me shumë më pak shqetësime dhe me shumë përgëzime dhe suksese. Absolutisht unë e kam diskutuar dhe stër diskutuar me qindra miliona herë. Të luftosh me një popull, me një qeveri, me një ushtri, një X populli, nuk do të thotë që të mbjellësh urrejtje për atë popull, po ato lufra, ato gjaka që janë derdhur më përpara, t'i kurojmë ne, duke këshilluar të mbarën dhe të mirën, për të çdo lloj konflikti. Pra ne nuk mund mbledhim në guackën e një partie, sepse i bie që të krijojmë një grup njerëzish brenda njerëzve tjerë. Jo. Ne duam demokratin dhe socialistin, komunistin dhe ateistin, muslimanin, katolikun,
ortodoksin Bektashiun, budistin dhe paganin. Ne duam të thojmë eja në këtë karvan të dritës, që gjithnjë më shumë, sot alhamdulillah, sot janë, falë Zotit, janë 6200 aktivista të nismës qendro, që po kontribojnë në këtë qëllim, në këtë korsi të përbashkimit të zemrave mes shqiptarëve dhe popujve, në mënyrë që me ndihmën e Zotit fuqiplotë të mbretëroj paqja, o të dashurit e mi. Ky është misioni jonë. Ta jetësojmë Kur'anin, i cili njëri për emrave të Kur'anit është ruh, që do të thotë shpirt, shpirti i marrëdhënieve ndërkombëtare, shpirti i dashurisë mbarnjëzore, shpirti i ndriçimit intelektual, shpirti i ndriçimit mental. Që ato engjujt, po ju them, ato fëmijët e sotëm që shpirti i tyre është i pastër, të mbushen me lejen e Zotit, të mbushen plot me dritën e Kur'anit. Pra kërkon punë, kërkon përkushtim, dhe të mbushesh me dritën e Kur'anit, do të thotë që nëse je musliman i devotshëm, do i zërosh horizontin e bashkëpunimit, katolikut të devotshëm, ateistit të aftë për një X fush, është njëri, pra ta lartësosh në gradën e njeriut të tjetrin. Prandaj ne nuk mund të ngushtohemi në një guack parti, o të dashurit e mi. Dhe me lejen e Zotit, duke bashkëpunuar me gjitha partit, me gjitha pushtetet, do minimizojmë të keqen, do grejmë zërin në mënyrën më të kulturuar ndaj një fenomeni që ndodh, ndaj një mos realizimit një premtimi. Absolutisht jemi njerëz, dhe duke mos qenë politik, do i trajtojmë me dashurinë më të madhe udhëheqësin, kurdo qoftë ai. Dhe jo duke protestuar, po duke diskutuar, dhe duke i dërguar gjërat në vendin e duhur, aty ku mundohet ose aty ku mungon diçka. Ju dua shumë.